Holli i Teatrit Migjeni në Shkodër mirëpriti koncerti matine klasike, ku publiku ndoqi interpretimin e veprave të njohura të kompozitorëve botëror dhe shqiptar. Në koncert morën pjesë pianist, këngëtar lirik dhe instrumentist, të cilët interpretuan pjesë nga Bach, Mozart, Beethoven, Prenkekova, Simon Gjoni e të tjerë. Muzika jonë është e mrekullueshme. Janë thesare të pazbuluara akoma. Nga populli është muzika që e merr frymëzimin kompozitori. Unë kam pas 2 njerëz në jetën time që kanë qenë udhërëfysit e jetës time. Ka qenë i pari Tonin Guraziu, themeluesi i shkollës pianos. Mua ju më ka marrë 7 vjeçe dhe më ka bo pianiste. Më vonë u martova me Simon Gjonin, Simoni më formoi si muzikante. Pjesëtarët, muzikantët që janë pjesë e këtij koncerti janë në kuptimin e plot dhe të vërtet të fjalës klas. Artistët u shprehën se aktivitetet të tilla ndihmojnë në afrimin e publikut me muzikën klasike dhe pasurojnë jetën kulturore të Shkodrës. Ka një emocion shumë i fortë, proprio për këtë mbledhje të veçantë artistash që mujt me mu grumullu, faleminderit Izet që pat të iniciativë edhe Teatrin Migjeni që na bani na la mundësin me ba këtë evento. Kjo e bën të veçantë sepse kemi mundësi të njihemi me gjeneratat të ndryshme që kanë studiuar në Shqipëri dhe kanë pasur një karrierë shumë të suksesshme jashtë shtetit. Koncerti u prit me duart rokitje nga publiku, duke sjellë një tjetër aktivitet artistik në kalendarin kulturor të Shkodrës.